Shoqata e gjyqtarëve ka hedhur një hap para mbrëm, ajo u kthye në sindikat. Për të kuptuar ndryshimin mes shoqatës dhe sindikatës, shoqata përfaqëson një shtresë njerëzish të interesuar për njëri tjetrin. Sindikata i kthen këto interesa në qëllim dhe më pas i vë ato në shërbim, fillimisht vetes dhe pastaj edhe atyre që i mbrojnë më mirë. Me pak fjalë dihet deklarata e ashpër e sindikatës së gjyqtarëve nuk mbronte thjesht interesat e tyre, por superrritje rroga. Ajo ju drejtua qeverisë ose më saktë personalisht kryeministrit, me të ndëgjuar që deri dje mund i ketë folur atij Gazmend Bardhi. Po nëse Gazmend Bardhi është justifikuar se ka një agjendë politike për të ndjekur, përse krerët e sindikatës së gjykatësve shkuan deri në pikën që të përplasen me qeverinë politikisht, aq sa për të vënë dyshim dhe integritetin e vendimeve të tyre të ardhme, duke i paragjykuar ato. Them të ardhme pasi ato të shkuara janë të gjitha të qarta. Të gjithë gjykatësit e kryesisë së kësaj sindikate janë bërë të famshëm pasi kanë burgosur, parburgosur, dënuar dhe gjobitur të gjitha radhën e ministrave, deputetëve, kryetarëve të bashkive, zyrtarëve të lartë, të qeverive të majta. Dikush mund thotë, po të majtët kanë qeverisur këto 13 vjet. Por ndërvepdimet kundër të majtës të këtyre gjykatësve që sot i kemi nxjerrë dhe me emër, janë edhe ato të periudhës kur e majta ishte akoma në opozitë. Në ndonjë rast bile, përplasjet kanë nisur që kur e majta ishte në opozitë dhe hakmarrja është realizuar vite më pas kur e majta erdhi në pushtet, siç është rasti i Samir Tahirit. Por e vetëm kaq. Në gjithë vendimarrjet e këtyre gjykatësve ka vetëm një rast, apo më saktë një proces me kontekst të fortë edhe politik, kur ata kanë lehtësuar një masë në një prej personazheve të akuzuar. Është rasti i gjykatës Ulliri, e cila liroi nga burgu shtëpiak dhe e la të lirë dhëndrin e zotit Berisha Jamarbër Maltezi. Me këto nuk po gjykoj drejtësinë e vendimeve, por po jap një statistik. Një statistik që u jep ngjyrë blu tokave të zeza të drejtuesve të sindikatës së gjykatësve. Sigurisht kjo është vetëm një nga kostot e kësaj përplasjeje. Është kosto politike e një reforme që dështoi të rregullonte balancën e influencave në sistemin e drejtësisë. Diskutimi tjetër, që është i qëndësishëm, është ai se kush e ka të drejtën ligjore dhe morale të ushtojë rrogat gjykatësve me një kosto shtesë për 37 apo 38 milionë eurosh. Ju kujtoj se jo më larg se dje, Malizi u tha jo tokave të zeza atje për shkak të mungesës së rezultateve. Por ka dhe një kosto tjetër të padukshme, që kjo luftë politike që këta gjykatës hapën me qeverinë. Duke u bërë palë, ata vënë në dyshim integritetin e reformës në drejtësi, që deri dje quhej arritje edhe në kuadër të integrimit evropian. Çdo lloj përplasje e tillë, përfshirë këtu dhe paralajmërimin e kryeministrit për ndërhyrje nëse kushtetuesja vendos pro gjykatësve, është një kosto që e paguajmë të gjithë ne të tjerët, që taksat mendojmë që ja paguajmë Republikës Shqipërisë, po që përfundokan kështu në arkën e Republikës së Magjistratëve. Ky ishte qëndrimi im për këtë çështje, tani debati, sigla. Mirë se vini në Risor, me mua sonte në program Erinda Balanca, përjetësisht avokate, përkohësisht avokate popullit. Ish avokate popullit. Përkohësisht për avokate popullit. Faleminderit Erinda që me ne këtu. Fatos Oçoli, më mbroma Fatos, gazetar me super përvojë, me një shkrim shumë interesant sa i përket lishmërisë së kërkesës për rritjen apo jo të rrogave të gjykatësve dhe të prokurorëve, më mbroma Fatos, Rezart Kthupi, më mbroma Rezart, dhe harrova emrin tani. Arbër Hoxha. Fal Arbër. Se fal, nga kesa ditë, Arbër ndjes shumë. Atëre Arbër në shkëmbim të ndjesës, po e nis me ty. Si të duk, se ka dy gjëra. Është thelbi i diskutimit, Arbër. Do flasim në për atë. Patjetër, po si të duk deklarata e shoqatës, pasi fjalori ishte ai mua që si gazetar më bëri përshtypje. Thelbi është i diskutueshëm, fjalori mua më bëri përshtypje. A duhet flasin ashtu gjykatësit përballë një personi që nesër, pas nesër, mund ta kenë përballë për ta gjykuar? Sigurisht që apo hetuar. Deklarata jo vetëm që ishte drejt për drejt, por gjua ishte e papërshtatshme në raport me pozicionin që ata mbajnë. Megjithatë, për te deklaratës që ata dhanë, sepse deklarata mund të konsiderohet në një qëndrim personal, sepse ata nuk përfaqësojnë gjykatën e posaçme në atë shoqatë, ata janë as prokurorinë e posaçme, ata janë gjyqtarë, të cilët janë edhe pjesëtarë të kësaj shoqate që ju me të drejtë keni quajtur ndonjëherë edhe sindikat, se sindikata mbron disa të drejta. Në thelb, në punë. Të drejta në punë.
Në thelb, kërkesa më duket e padrejtë, më duket e paligjshme dhe e papërshtatshme në kohë. Dhe nëse do të më jepni mundësinë edhe mund ta analizoj. Patjetër, vetëm duhet të flas për tonin e saj, pasi ja vlen të diskutojmë për tonin, sepse jo më larg se sot Erinda, shoqata e prokurorëve mbajti të njëjtin qëndrim në thelb, mbrojti themi padin që është bërë në gjykatën kushtetuese, mbrojti themi sektorin e magjistratëve, prokurorët, i doli në mbrojtje dhe shoqatës së gjykatësve, por sigurisht me një ton krejt tjetër. Shumë më të qetë, shumë më korrekt, ajsa duhet të thënë, këtë po e them tani, reagimi i Ramës ndaj prokurorëve ishte i kotë dhe i tepruar. Në kohë që reagimi ndaj gjykatësve u duk totalisht justifikuar, pra sepse ishte në të njëjtin ton politik. Sepse kjo ideja që e një lufte midis sistemit drejtësisë dhe një sistem, midis pushtetit drejtësisë dhe pushtetit tjetër, mund duket e shëndetshme deri diku në kushte normale, në një vend ku demokracia vazhdon ende në gramat e fundit të tranzicionit, shpresojmë. Por në këtë situatën ku ne jemi sot, ku mazhoranca përballet me një seri procese gjyqësore, ti shikosh që gjykatësit që i gjykojnë ata nesër pas nesër apo i kanë gjykuar dje, i drejtohen me gjuhë tillë, me thënë vërtetën, kjo direkt paragjykon punën e tyre si gjykatës. Jo, sepse diskutimi së pari një herë paragjykimi do të ishte nëse për ndonjë arsye apo tjetër do të kishin qenë ata të parë që do kishin filluar luftën. Unë nuk mendoj të paktën luftën në retorikën publike, sepse sigurisht secili prej nesh, dhe kjo është një drejtë kushtetuese, ka të drejtë i drejtohet një gjykate në mënyrë tërësisht civile për të vënë në vend të drejtat e veta. A është e bazuar apo jo kërkesa? A do të pranohet apo do të pranohet kërkesa? Argumentat dhe palët përballen në ato forum që është gjykata. Cila do qofta gjykata shkallës parë, në rastin konkret të gjykata kushtetuese. Dhe të themi të vërtetën, unë dëgjova të gjithë seancën në YouTube, jo me video, ishte vetëm me audio dhe me titrat të shkruara, dhe aty kishte një përballje mendimesh dhe idesh që kishin të bënin vetëm me anën juridike të procesit. Pra, në retorikën e diskutimit... Argument juridik është kur ti thua gjykatësit kushtetues që ne e bëm ta vendosur ta bënin marrë se nuk e kishte mendjen ja ta shpjegoj unë, kjo ishte përgjigje, ja ta them unë. Pyetja... Mos japim Koram atij ta bëj presion. Jo, ja ta shpjegoj unë se si ishte, sepse kjo ishte vetëm 1 minutë nga 4 orë e 50 minuta që ishte seanca. Në 4 orë e 50 minuta, në orën e parë, janë diskutuar një sër problematika të tjera, u bën dhe të gjithë shpjegimet e karakterit të themelit dhe në vijim të pyetjes së gjyqtares kushtetuese pse e sollët sot kërkesën dhe nuk e çua 2 vjet përpara, pyetja ishte gjetëm një oportunitet, një kohë, dhe kjo nuk është e palishme. Nëse kjo është e palishme, atëherë ne mund të ngarkojmë ata. A mund të jetë çështja e zgjedhjes së një oportuniteti për të pasur rezultatin më të mirë në një moment caktuar, duke ditur natyrën dhe presionin, pra, a ka mund të drejtë që në një situatë ku ushtrohet presion i paduhur dhe i pandershëm në vlerësimin e gjyqtarëve nga ana e kryeministit dhe her pas here i papërshtatshëm për shkak të retorikës së tij me shumë ngjyra, të themi, në rastin më të mirë, me shumë ngjyra, a ka të drejtë një individ i cili nuk e ka as makinerinë e madhe të propagandës së kryeministrit, as gjithë pushtetin e kryeministrit, që të përzgjedh një moment në të cilin të mendoj që ky presion mund mos ishte në momentin e tij më të mirë. Unë përsëris si avokate nuk do kisha dhënë atë përgjigje. Unë nuk do kisha dhënë atë përgjigje. Por pastaj kjo është një çështje tërësisht tjetër, se nëse gjykata nuk do marrë kriminalët që duan të shmangin dënimet maksimale. Nuk kanë, ata ligjin nuk duhet shkelin. Kjo është e dënueshme që ti të shkelësh ligjin, dhënia argumentave dhe bërja e mbrojtjes. Vetëm një gjë, vetëm një korrektesë. Ju flisni avokate, unë flas si gazetar. Nuk më rezulton në memorien time që përpos rastit sotëm kur një moment pash Arbën se dhe harrova emrin, shpresoj mos më përsëritet, për ta kem nga ngarkesa, po kryesisht nuk më lë memoria, e kam shumë të fortë. Mua nuk më kujtohet që zoti Rama të ketë reaguar për këtë padi të shoqatës dhe të Unionit, se duhet të janë të dyja, megjithëse reagimi i djeshëm ishte i shoqatës, që zoti Rama të ketë folur para marsit vitit 2025 për këtë çështje.
atëherë kur ata paraqitën... Një sekond, se folët për presionin që ata thonë që Rama bën për shkak të deklaratave të Po ka pasur dhe një proces tjetër kushtetues në lidhje me pagat e gjyqtarëve. Dhe menjëherë, pra ishte një kërkesë vazhduese e një vendimi të gjykatës kushtetuese të mëparshme për sa i përket mënyrës së llogaritjes së pagave në të gjithë sistemin gjyqësor. Por kjo është një çështje ndoshta shumë dhe ka një vendim të gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Edhe gjatë kohës që do merre procesi i vendimarrjes së vendimit gjykatës kushtetuese, edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, zoti Rama shumë herë e ka shprehur mendimin e tij se ka konsideruar një gjë skandaloze që sistemi i drejtësisë të caktonte vetë pagat e veta. E ka thënë më shumë se një herë, pra ky lloj presioni ka ekzistuar dhe kush është marrë me këtë çështje dhe ka pasur një sy nga kjo çështje e ka ditur. Kjo është themi e përmbledhura. Sigurisht ju si gazetar keni të drejtën tuaj të zgjidhni cilën do nga këto 4 orë gjysëm bised apo të themi debat gjyqësor që është bërë në atë proces, por në 4 orët e tjera unë si njeri interesuar për shkak profesionit që dëgjova dhe për shkak se do të vija në mënyrë të posaçme se do të vija në emisionin tuaj dhe për respekt sigurisht të shikuesve po edhe të emisionit e ridëgjova përsëri të gjithë seancën duke dëgjuar argumentet e të gjitha palëve dhe ky ishte një fraksion jo thelbësor i të gjithë zhvillimit të procesit. Mirë, atëherë dalim tek thelbi diskutimit. Këtupi, ju toni që kërkesa e gjykatësve prokurorëve është e drejtë dhe e bazuar në ligj? Është kërkesë. Gjykatësit dhe prokurorët interpretojnë që kërkesa aty është e drejtë dhe e bazuar në ligj. Por në fund ditës do jetë gjykata që do ta vlerësoj. Ajo që mund të ndodhë ose që duhet kishte ndodhur, ajo që kam parapranuar se janë dy gjëra. E para punës për mua ligjërisht nuk është e logjikshme që Shqipëri të ketë shoqat gjyqtarëve, përsa ko gjyqtarët mbrohen me listë posaçëm, nuk ka kuptim rregullim ekstra ligjor për diçka që ligji e ka shteruar në raport me mbrojtjen juridike të gjyqtarëve dhe mbrojtjen institucionale të gjyqtarëve, dhe nuk bën personalisht për mua nuk bën asnjë lloj logjike. Thonë që një kategori institucionale që mbrohet specifikisht me ligj posaçëm, me disa ligje të posaçme, shkon krijon një shoqat. Kjo vlen edhe për gjyqtarët dhe prokurorët. Jo, unë të kisha vetëm një gjë, se më kujtohet padia e kryeministrit që po gjykohet në kushtetuese, ku gjykoja gjykoja u tërhoq dhe tha ne nuk mund të shkojmë në një gjyq. Patjetër, ai ishte një absurditet. Sepse ne nuk mund të konsiderohemi palë. Ishte një absurditet. Ajo është çështje tjetër se ka të bëjë me rishikimin e vendimeve. Nuk mund të shkojë as pak, jemi të sinqertë. Po këtu është histori, është diskutim shumë i gjatë. Në atë gjykim nuk mund të jetë as gjykoja as pak. Po ai është një gjykim shumë atipik. Për hir të së vërtetës. Po për të mos dalë. Dhe e dyta është kjo. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë është drejtuesi i procesit ligjvënës në Republikën e Shqipërisë. Dhe nëse konstaton që për shkak të një padije që depozitohet në gjykatë kushtetuese, ka një vakum ligjor që duhet interpretuar me zotëri dashur. Se jo gjithmonë duhet të zgjidhim gjërat në gjykatë, ne kemi parlament. Po nuk shuhet ndërhyrje pastaj? Po kush e pengon kryeministrin që të rregullojë vakumet ligjore? Se kjo është detyra që ka parlamenti. Konstaton që ka një vakum ligjor të interpretueshëm, e korrigjon vakumin ligjor dhe zgjidh. Po ka një vakum tillë në këtë rast? Po kjo është çështje interpretimi ligjor, si të them aty që ka. Por mua ka, për Arbër nuk ka është. Po si e shikoni ju po them? Unë mendoj që për aq kohë sa ka një vendim paraprak gjykatës kushtetuese. Kjo është shqyrtuar një herë. Tash jemi në rishqyrtim për një detaj tjetër teknik në fakt. Duhet ishte e zauruar që në momentin e parë, që në gjykimin e parë në gjykatë kushtetuese. Dhe kjo është një tentativë e skajshme juridike për të marrë një drejtë që ndoshta duhet ishte e zauruar që në procesin e parë në gjykatë kushtetuese. Se nuk e kam idenë, në vendimin e parë si është dhe? Mund të shpjegoj. Me reformën në drejtësi, në vitin 2017, paga e magjistratëve u vendos sipas një formule, jo si një vlerë fikse numerike, po u vendos një formulë. Një formulë e cila në vetvete kishte element fiks dhe element variabël. Elementet variabël kishin të bënin me vjetërsinë e gjithë secilit, me edukimin e gjithë secilit dhe me pozicionin që ky person mund të kishte, domethënë në cilën gjykatë të ishte kishte një përqindje më të madhe për të marrë të pagës, por ajo që ishte më e rëndësishme në rastin konkret kishte të bënte me një pagë bazë që konsideroj një referencë e caktuar. Në vitin 2017, kur u miratua ligji, vetë qeveria, që ishte
dhe hartusja e ligjit, propozusja e ligjit, sigurisht edhe miratusja, në ligj caktoj si referencë një pagë dhe një kategorit të caktuar të nivelit më të lartë drejtues në Këshillin e Ministrave. Pra punojnësin më të lartë të shërbimit civil në Këshillin e Ministrave. Që në atë rast ishte sekretari përgjithshëm. Ajo e tha me kategori dhe me klasë. Çfarë ndodhi në ndërkohë? Pati një debat shumë të madh që të shtyri në kohë rritja e pagave. Dhe pagat nuk u rritën në 2017, por thanë, pagat do rriten pasi gjyqtarët të kalojnë vettingun dhe do të fillojë rritja e pagave në vitin 2019. Shkoi kjo çështje në gjykatë kushtetuese, mbas përfundimit të gjykatës kushtetuese të ligjit, u vendos që të gjithë gjyqtarëve pa diskutim të fillonte të rritej paga, do fillonte aplikimi i rritjes së pagës në vitin 2019. Duke qenë se qeveria u ndje se po u jepte shumë lek, çfarë bëri? Ndryshoi këtë referencën, ndryshoi VKM-n dhe në vitin 2019, kur filloi të aplikojë formula, s'kishte më të njëjtën vlerë kjo paga e referencës. Dhe kjo paga e referencës nga 153.000 të themi lek që duhet ishte së bashku me vjetërsin ishte 112. Pa që aty u uli drejt për së drejti 20.000 lek të reja pagën gjyqtarëve. Për këtë, morali është dhe kjo, në qeveria në mënyrë të moralshme vendosi shumë të moralshme vendosi që gjatë kësaj periudhe të bënte ndryshime në legjislacionin referues që të mos kishte atë klasën që u kishte dhënë atyre të drejtë. U bë ky vendimi kushtetues pikërisht për këtë, pati problem, kontrolli i lartë i shtetit, të gjithë e diskutuan shumë, pati një debat shumë të madh dhe çfarë ndodhi, ata thanë me qenë se ju po e bëni me një interpretim që nuk duhet të referojmë tek kategoria më e ulët, por duhet të referojmë tek e vetmja kategori që është në klasën 1. Qofse ti keq kategorinë 2, klasa 1 ka vetëm një kategori, do shkojmë tek kjo kategoria, se s'ka pse të shkosh në klasën 2, ku klasa 1 ti ke hequr me qëllim këtë. Kur ndodhi ky interpretim, atëre çfarë bëri kuvendi e ndryshoi ligjin që t'u jepte më pak lek. Pra ka pasur gjithmonë një luftë midis gjyqtarëve dhe të themi kuvendit apo ekzekutivit, por në shumë vende të sot flitet që ekzekutivi dhe legislativi janë një. Është duke u eliminuar si të thuash pushteti legislativ. Është teoria kushtetuese dhe në këtë moment u troli vendimi i gjykatës kushtetuese që anulloi këtë ligjin që u uli referencën. Pra çfarë u tha? Duhet jeni të kujdesshëm, i tha gjykata kushtetuese, që kur u garantoni paga gjyqtarëve në kuptimin e 938 kushtetueses, nuk mund t'ja hiq, nuk mund t'ja ulni pagën dhe status me përjashtim të rasteve kur ka fatkeqësi natyrore apo probleme shumë të mëdha që prekin buxhetin e shtetit dhe që cënojnë njëkohësisht të gjitha klasat, pra jo vetëm gjyqtarët. Kjo ishte gjithë debati dhe diskutimi. Rrim te çështja e buxhetit. Çoçoli, se ju jeni marrë konkretisht. Ky është gjyqi i parë, jo gjyqi i dytë. Okej. Po, tani u bë rritja e madhe e pagave për të gjithë popullatën e ekzekutivit. Paga minimale dhe rrogat në sektorin publik. U rritën të gjitha pagat në sektorin në ekzekutiv. Shumë mirë. Dhe jo vetëm në ekzekutiv, po dhe në institucionet e pavarura. Gjë e lavdërueshme, sepse kishte nevojë për të përmirësuar shpërblimi për të gjithë personat. Edhe do të futesh në rrogë, nuk futesh me ato rroga, po. Po, dhe nuk është absolutisht e pa lavdërueshme. Çfarë ndodhi? Ju rrit rroga çdo punonjësi të administratës shtetërore, çdo kujt, dikujt më shumë, dikujt më pak, edhe si vlerë numerike dhe shumë mirë që ju rrit, edhe si përqindje në krahasim me pagën e presidentit Republikës që konsiderohet që është kreu i piramidës shtetërore, me përjashtim të sistemit gjyqësor. Të vetëmve që nuk u rrit asnjë cent, vetëm 500 lekë të vjetra, ishin gjyqtarët dhe prokurorët, sepse për ta u ndryshuan referencat, paga e referencës që u rrit për ta u hoq dhe u bë një element i pagës së presidentit të Republikës, 0,36 e pagës së presidentit të Republikës. Po ta marrim dhe piramidën, 0,36 e pagës presidentit të Republikës është fatkeqësisht shumë më poshtë se pjesa më e madhe e të gjithë funksionarëve të këtij shteti. Dhe në këtë pikë, si pushtet, ata thonë neve një të drejtë që na është dhënë, që ne të kemi një status të posaçëm, të paguhemi në mënyrë të përshtatshme, të kemi të drejta dhe status jo në shoqëri vizavi profesioneve të tjera, për shkak se kemi shumë privime në jetën tonë, do duhet ishte i tillë, po shkojmë në gjykatë dhe i themi, a e ka zbatuar në thelb
këtë dispozitën e 138-ës, apo ka bërë si ku e ka zbatuar dhe vendimin e gjykatës e ka bërë sikur e ka zbatuar. Dalim të kjo tek digniteti, sepse normalisht sigurisht ata profesionit tyre është vështirë, rezerva kemi shumë, po do flasim këtë pak më vonë. Por, Çoçoli, si është raporti pagave të prokurorëve dhe gjykatësve tanë, duke hequr spakun dhe gjykohen që ato kanë një temi një tjetër specifik? Për momentin që flasim, Zoti Balla, ky nivel i pagës magjistratëve, me qenë se neve në mënyrën se si u referojme atyre, i quajmë me një term të përbashkët, me cilësinë të përbashkët magjistrat, qoftë prokurorin, qoftë gjyqtarin, paga mesatare e tyre sot që marrin është mbi nivelin e pagës mesatare të magjistratëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është rreth 30% në bazë të referencave që kam marrë më e lartë se sa niveli mesatar i magjistratëve rumun sot, rreth 25% magjistratëve bulgar, është në nivelet të ngjashme me magjistratët e një vendi të zhvilluar, antar të Bashkimit Evropian, fqinjit tonë Greqisë, dhe me qenë se u fol pak edhe për moralin, besoj se zotëria që e përmendi ka të bëj dhe i referohet moralit publik i dashur Zoti Balla, unë gjykoj se si ekonomist flas gjithnjë, morali jonë publik është i tillë që në rast se neve përkundrejt sakrificave të buxhetit për të vlerësuar ashtu siç e meritojnë në pavarësinë e tyre, duke shpresuar që do kenë profesionalitetin që ja lyp ky proces i trajtimit financiar krejtësisht të veçantë të 800 magjistratëve tanë të nderuar, do të ishte mirë që fakti që sot vlerësohen në pagesën e tyre mujore, në trajtimin financiar të tyre mujor, pothuajse barabar me magjistratët e një vendi mjaft zhvilluar të Bashkimit Evropian, do të ishte një moral publik, gjykoj unë deri diku i plotësuar. Mos harrojmë se Greqia fqinje, sot që flasim, i ka të ardhurat për frym 27.000 euro. Ne, në qoftë se kthejmë të ardhurat tona të lekëve, për të mos edhe, si thuash, ngatruar qytetarin se kemi lekun e vjetër për fatkeq, dhe lekun e ri, dashur Zoti Balla, e kemi në nivelin e 900 eurove për frym, tani që flasim. Pra, në falë, 9.000, në qoftë se flasim për vjetor. Pra e kemi 3 herë më pak se Greqia. E kemi 3 herë më pak se Greqia, por magjistratët tanë të nderuar i paguajmë njësoj si Greqia. Kështu që unë gjykoj se morali që ndonon aty që në rast se ndërmerret nga kjo shpurë e zgjedhur, urojmë të gjithë që të jenë vërtet profesionistë të fushës që ta meritojnë këtë trajtim të veçantë financiar, që ju shtua me 2.8 herë nga mesatarja e pagesës së tyre të vitit 2016 në mesataren e rritjes që u bë të dytë të pagave edhe në nivel të gjithë, si thua, piramidës shtetërore, Zoti Balla, në maj të 2023-shit, pre atere është... Nuk ju rrit në 2023 Në fakt, nuk është rritur nga maj i 2023-shit, sepse në momenti kur u arrit një nivel dinjitos, u gjykua që morali ishte kapur aty. Në rast se ne flasim që ky nivel dinjitos është me herë më shumë se sa rritja në janar të 2026 e disa ekspertëve të administratës sonë publike, pastaj është çështje tjetër. Këtu ka dorë, mendoj unë, edhe nga diskutimi, edhe nga diskutimet që po dëgjoj tani, po edhe çfarë kam dëgjuar sigurisht këtu ka edhe problematikë se si qeveria ka hartuar këtë ligj. Patjetër. Gjërsa si gjykatësit e prokuratorit janë avokatë më të mirë të vetes tyre. Sigurisht si e kanë gjetur ato duan të shkojnë në gjykatë tonë, okay. Po ligjin se kanë bërë ata. Jam këtë sapo këtë jam duke thënë, që është bërë ligj i gabim, këtë sapo thash. Por fillim te çështja e vlerave, shtesa që kërkojnë gjykatësit e prokurorët, është vërtet ajo që autotorame që kërkojnë të rrisin rrogën me 2.000 apo me 3.000 euro në muaj? Atëherë çfarë kërkohet, paktën me aq sa arrit ata interpretojnë se nuk jam jurist, sektore apo edhe kërkojnë ndjesëtarin që na ndjek. Çfarë kërkohet është diçka më tej se sa që janë mundësitë reale të buxhetit tonë. Pse e gjykojmë më tej? Sepse e thash pak dhe më përpara, morali u arrit.
u trajtua në mënyrë, gjykoj unë, për të ardhurat për frymë që ne kemi sot, dinjitoze, një kategori që e meriton të trajtojë e tillë, në qoftë se do të ishte vërtet ashtu siç shpresojmë të gjithë, drejtësia e re, e reformuar rrënjësisht nga rënjët e flokëve, nëse e marrim edhe me një shprehje popullore dhe profesionale. Urojmë të jetë kështu, unë nuk mund të diskutoj për cilësinë e kësaj drejtësie sepse nuk jam jurist, nuk ja lejoj vetes, por ama në nivel të trajtimit financiar mund të them me plot bindje që niveli i arritur në maj të 2023-shit duan një ishte shtesë buxheti për 37-38 milionë eurosh. Në vit. Në vit. Është vërtet? Jo, nuk e dim, këtë nuk e dim se Po e flet për 37-38 milionë euro në vit. Kjo është gjithë shtesa që kërkon. Për 800 veta. Atëherë, sikur 800 veta të marrë një shtesë nga 1.000 euro, janë 800.000 euro për 12 muaj. Në fakt, shtesa është më pak. Flasim për... Pas kërkesës, unë kam lexuar kërkesën e Jo, unë thjesht dëgjova atë, nuk e di kush folin në gjykatë kushtetuese po e marrin për të mirëqenë deklaratën e ministrit, s'ka problem ta këto 37-38 milionë euro që jo, i kemi pretendimi marrë. tyre, se ata thonë që duhen kaq para dhe ata, domethënë Kishin me ironi atë argument. kur kanë folur në gjykatën kushtetuese, sa është vlera totale, dhe sa është impakti në buxhetin e shtetit, e ka sjellë si impakt pala mbrojtëse, e ka sjellë qeveria dhe ka thënë që po të bëjë kjo gjë do ishte kaq. Ata nuk i kanë hyrë llogaritjes, sepse kërkesa që ata realisht kanë bërë lidhet vetëm ato thonë na ruani të njëjtën garanci që kemi pasur nëpërmjet pagës së mëparshme të referencës. Dhe vlera sipas kërkesës e shprehur me shkrim e shkruar ka të bëjë vetëm me një vlerë që shkon diku tek 700 euro në muaj. Nuk është vërtet se kaq. Me këtë llogarinë e Ramës del që shtesa këtupi duhet të jetë 47.500 euro në vit për person. Dhe kjo nuk ndodh. Unë kam 4.000 euro në muaj, shtesë për person. Jo, po nuk mundet. Do thotë Rama, 3.000 euro. Nuk ka pak 4.000. 4.000 nuk ka pak ne dukan sot asnjëri përveç GKK-s. Përveç GKK-s, unë mund t'ua them se edhe këto i ka marrë. E kam bërë edhe këtë detyrë shtëpie, edhe këtë e ka marrë. Kështu që pas zotit Çoçoli se nuk do doja gjitha. Nëse mund të më lejohet që ta mbaroj idenë zoti Balla. Pra, në nivel të arsyetimit ekonomik dhe social, sepse kur ke një arsyetim ekonomik, ke edhe një qasje sociale. Besoj, fakti që sot kjo shpur magjistratësh, rreth 800, trajtohet financiarisht të paktën 3.5 herë më shumë se sa që kishte për para 8 vitesh, në vitin duket i largët 2016, më falë, ndoshta edhe 9 vite, 10 vjet fiks, kërkojnë ndjes, pra para një dekade, po të marrësh, zoti Balla, mesataren e një punojësi tjetër të administratës publike. Një profesor përshkruat, ne marrim thot 115.000 lek në muaj. Me vetë financim në universitetet të profesorit, mos e harxhoni lekët për blerë mobilje, bëjni për gjëra tjera. Po 1.000 sa me... Atëherë nëse më lejohet që ta vazhdoj, pra, që kanë harxuar 10, duke lënë idenë e vetë financimit apo të faktit që buxheti tonë të shtetit nuk duhet i duken shumë 37 apo 38 milionë euro. Që gjykoj se për një buxhet si joni nuk e se janë pak. Mjafton të kuptosh moralin dhe të drejtën e këtij raporti, zoti Balla. Pra, sot punojësi mesatar, paga mesatare në 282.000 punojësit administratës sonë publike, është në nivelin e 100.000 lekëve të reja. Dhe, po ta kthejmë në atë që është paga mesatare e 800 trupës së magjistratëve tanë të nderuar, niveli mes 100.000 lekëve të reja dhe shifrës X të sotme të pagës së tyre mesatare është 3.5 deri 4 herë më i lartë. Pra ato marrin 3-4 herë më shumë mesatarisht se sa rroga mesatare në një moment kur jemi një vend me të ardhura mesatare për frym rreth 10.000 euro, se ka që kemi mundësit, dhe i paguajnë magjistratët tanë të nderuar, sa i paguan një vend që i ka të ardhurat mesatare për frym, shumë i zhvilluar, 3 herë më shumë se sa ne, gjykoj se morali është aty i arritur. Dhe unë djeva i fyrë, kur përmes disa marifeteve, do shta janë arsyetime të nderuara juridike, po në gjykimin tim si ekonomist, marifeteve për të shtuar sërish një pagë që është dinjitoze për momentin,
si ekonomist, si qytetari i vendit tim, mendoj se u ndjeva i fyrë. Dhe këtu ndahem me çfarëdo lloj arsyetimi juridik Që është diskutim tjetër, pastaj thoni. për mënyrën se sa të drejtë ka kjo strukturë që me të drejtë zotëria parafolës foli që nuk e kanë mbrojtjen, nuk kanë pse të kenë struktura jo ligjore për të ndjerë të mbrojtur më shumë. Megjithatë, mbrojtjen financiare gjykoj se e kanë të plot dhe nuk gjykoj se mund të kenë moral publik që ta kërkojnë më shumë se sa një magjistrat grek. Ky diskutimi moral pastaj është më i gjerë se në Greqi. Me qënë se u hap nga zotëria parafolës. Do ta marr fjalën aty ku e la zoti Çoçoli. Edhe e thash që në krye të herës. Së pari unë besoj që është një kërkesë e padrejtë. Paga është, të paktën në konceptin tim, është një, le ta themi, shumë të ardhurash që jepet një personit të caktuar si rezultat i një arsimimit që ka kryer më herët dhe punës që ai kryen në raport me rrezikshmërinë, por edhe me atë që jep shoqërisë. Tani, nëse ne do të krahasojmë pagat e magjistratëve, dhe zoti Çoçoli e artikuloi shumë mirë, me pagat e sektorit bazë, për të cilët mua mjekët specialistë kanë kryer 10 vjet arsimim, ndërkohë që një magjistrat ka kryer 6 apo 7 vite arsimim të lartë. Po arsimim të lartë po flasoj. Po pra, ka bërë 5 vite shkollë dhe 2 vjet magjistraturë. Po ka edhe nga ata që kanë kryer 4 vite fakultetin e drejtësisë e 2 vite fakultetin. Nuk ka rëndësi. Po 10 vjet të hequra nga jeta, një mjek specialist sot paguhet 90 deri në 110 mijë. Dhe kështu është gjithë botën, faktë, përse është për natyra e profesionit. Mjekët dhe një punë tjetër, sigurisht. Kanë drejt, ka mundësi të mësohen. Mjekët rrezikojnë, së pari, rrezikojnë disa përgjegjësi penale, që është nga mjekimi i pakujdesshëm dhe gjithë të tjera, vrasje nga pakujdestia. Ndërkohë që magjistratët nuk kanë asnjë përgjegjësi, as prokurorët, as gjyqtarët në punë, e japin vendimin dhe shkojnë në punë e tyre. Dhe së treti, në raport me atë që bëjnë mjekët apo disa sektor të tjerë, siç janë policia, shtetit dhe gjithë zjarfiksit, pra rrezikojnë jetën, sigurisht në aspektin moral dhe në aspektin e drejtësisë. Së pari, së dyti është e palishme, sepse po këta gjyqtarë që përballen për ditë me ligje, me vendimet të Këshillit të Ministrave, apo me udhëzime të cilat janë antikushtetuese, nuk e ndërpresin shqyrtimin gjyqësor dhe të ja çojnë në gjykatën kushtetuese, të bëjnë kontroll incidental, për shembull ti ke rrëmbimin edhe mbajtjen peng sot e kësaj dite, me pasojë vdekjen e një njeriu dënohet vetëm me burgim të përjetshëm. Ndërkohë që vrasja në rrethana të cilësuara në mënyrë të rrezikshme për jetën e 2 ose më shumë qytetarëve dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet deri në burgim të përjetshëm. Pra kjo dispozitë është antikushtetuese, sepse ka vetëm një dhe asnjë gjykatës apo prokuror që ka të drejta bëjë. Edhe pse e kemi ngritur 10 herë në gjykatën e posaçme, nuk ka ndërpresh shqyrtimin gjyqësor dhe ta çojnë në gjykatën kushtetuese për kontroll incidental, madje janë të njëjtët gjyqtarë që e kanë në gjykim po këtë çështje. Pra prandaj them që është e palishme dhe e pamoralshme në thelb, dhe së treti është bad timing, pra është e kërkuar në kohën më të keqe të mundshme. Nëse u shprehen ashtu në gjykatën kushtetuese që zgjodhën një oportunizëm, e para si mund të zgjedhë gjyqtari oportunizëm, megjithatë le ta quajmë një përgjigje të pamenduar ndonjëherë. Profesori Shoqatis, në të s'është gjyqtari ai që ka bërë deklarimin. Gjyqtari ishte. Ashtu, dhe është i jep qeverisë, apo se Këshillit Ministrave apo Kryeministrit, që të përdorë një retorike e cila në thelb mund të jetë e padrejtë apo e pavërtetë apo e palishme. Po i jep shkas. Dhe mbi të gjitha, kjo drejtësi nuk i jep qytetarëve drejtësi, po i jep padrejtësi. Të marrësh një vendim penal, një vendim civil të formës prerë dhe të endesh rrugëve të gjyqësorit 10 apo 15 vite, kjo është totalisht Dhe ky është faj gjyqtarëve? Patjetër që po. Absolutisht që ja. Lutem, unë një gjyqtarë në rrethet. Absolutisht që ja. Po tani ne mos fshejmë diellin me shosh. Unë një gjyqtarë në Korçë që shkojnë 3 ditë në punë javë. Dhe kjo është mëse vërtet. Dhe kur kanë qenë gjykatat e apeleve në përrethe, në Korçë, në Gjirokastër e në Vlorë, gjykatat e apeleve vetëm 2 apo 3 ditë në javë punonin. Ditën e hënë dhe ditën e premte nuk punonte njëri, ishte gjykata bosh. Pra po këta gjyqtarë që japin pa drejtësi në emër të drejtësisë, kërkojnë rritje pake dhe për mua është pa drejtë. Po këtu pikërisht një argument. Jo, 3 gjëra shumë të shkurtra. Para punës në rendin kronologjik, po t'i marrim ngjarjet si kanë ndodhur, të faji nuk është ke gjyqtarët. Gjyqtarët janë pasojë e veprimeve që ka kryer Këshilli i Ministrave dhe Parlamenti. Një, e para. E dyta,
Se janë atimojnë të gjyqtarët, që të keni një gjithë qartë, ka arritur niveli i dosjeve që kanë gjyqtarët sot bi 1000, që është jashtë çdo standardi normal. Një gjyqtar nuk mund të ketë njëkohësisht 1000 çështje në gjykim. Sepse nuk është më drejtësi pastaj. Është për te njerëzore. Është makinë mishi. Një gjyqtar që ka 1000 çështje në duhet japi mesatarisht 600 vendime në vit. Vetëm të shkruash 600 vendime, do të thotë ti do të shkruash mesatarisht 2 vendime. Mund të bëj një pyetje Rezar Sa vendime japen konkretisht? Aq, diku ke 380. Gjykata e Apelit sot, 300 ishte mesatarja, 380 Si ka mundësi vendime. që ne kemi 200.000 dosje ende në shqyrtim sot, nga 60 që i patën para 10 vjetësh, me Sepse kemi ende, edhe këtë do të ta tregoj, edhe këtë do të ta them. Pas vakum 4 vjet në gjykata. Ti sot duket 800 gjyqtarë dhe magjistrat. Sot, nga Mund të bëj një pyetje? 400. Sokol ma lejo. Ja, të vetëm do ta mbaroj Rina dhe për respekt. Po Rina. Neve sot që flasim, kemi efektivisht në detyrë 265 gjyqtarë nga 417 miratuar me organik. Sot, dhe kemi pasur vite me radhë që kishim më pak se gjysma të gjyqtarëve. Do përkeqësohet prap situata. Do vi prap Se çështja nuk ka plan qeveria për ta mbushur. Dhe përveç të tjerave, ne vazhdojmë të kemi numrin më të vogël për gjyqtar, për 100.000 banor, në të gjithë vendet e Ballkanit. Po kjo rregullohet me rritjen e rrogave? Kjo rregullohet me rritjen e gjyqtarëve, po dhe me rritjen e rrogave dhe rregullohet vetëm me... Kur paguash shumë punon më mirë. Po thuar njerëzore. Fal, ne po themi që mund të kërkosh rritje rrogave do bëj njerëzore. Ishte i kundërt argumenti, mos kalojmë dek më dek. Argumenti ishte që nuk meritojnë t'u japim neve rritje rroge se këta s'po punojnë, sepse ka stok. Stoku nuk ka ardhur për faj gjyqtarëve. T'ishte për gjyqtarët, s'kishte pse të bëj vetingu. Vetingu u bë nga ne të tjerët, që nuk ishim gjyqtarë, se ne nuk ishim dakord me mënyrën se si ata gjykonim, mendonim se ishim korruptuar, mendonim se kishim bërë pasurit palishme, dhe mendonim që ishin të paaftë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ne ishim ne që e bëm, nuk e bën gjyqtarët këtë reformë. Sigurisht që edhe gjyqtarët do donin që të ndajë shapi ka sheqeri, po këta që kanë mbetur dhe që po kërkojnë të rrisin pagat, e kanë kaluar vetingun këta. Për këta s'kemi më debate. Këta persona të cilët janë sot kanë bërë kërkesën janë tafë, të kulluar dhe të gjitha. S'kemi debate tjetër, për kemi debate të reja. Kemi debate të reja. Debate për efekt të pastërtisë nuk kemi, për efekt të pastërtisë u a bëm këtë verifikimin. Pastaj debate për efekt se sa të zotët jemi, ne do bëjmë gjithmonë. Ne mund t'imi të zotët sot, ne e sërt t'i del nga tregu, nuk jemën i updateuar edhe të mbaron edhe aftësia, edhe të themi... Edhe nervat. Të gjitha së bashkë. Kjo gjëja në ndodhë. Por, unë duat të këthem se kjo është, së parë njërë duhet regulojmë të, duhet mësohemi, që investimi për sistemin e drejtësisë duhet vazhdoj të jetë i rëndësishëm. Ne sot kemi një sistem gjyqësor që është në gjendjen infrastrukturore. Po nuk duhet investojmë për shumë që të shtojmë numrin e magjistratëve më shumë? Edhe shtojmë numrin e magjistratëve, gjitha. Ndimësve ligjor. Të ndimësve. Se i kërkon gjyqtarit ti të të bëj një gjykim incidental gjykat kushtetuese. Kush da shkruaj atë? Kush do ta shkruaj gjykim? Kush do ta bëj kërkimin për gjykimin? Po pse nuk kërkojnë këta këtë gjë? E kanë kërkuar më zotëri, e ketë kërkuar në parlament, në çdo relatim. Unë ta them si e ka menduar. Në momentin që doli ky ligj dhe që e ndryshoi që nuk i rriti pagat e gjyqtarëve, por rriti pagat e të gjithë punonjësve të tjerë të administratës, që shumë mirë bëri që arriti të gjithë të tjerëve, unë ka menduar, ka pasur një diskutim që gjyqtarëve nuk do ja arrisim tani, po do ja arrisim pak më vonë. Do bëjmë një studim dhe një vlerësim dhe do etiketojmë dhe do shënjestrojmë atë që duhet. Dhe ata pritën afatin maksimal të mundshëm të kërkesës të dërgimit të një çështje gjykate kushtetuese, sepse në qoftë se ti nuk e dërgon një ligj brenda 2 viteve, të shuhet e drejta për ta bërë. Dhe është pikërisht ky moment, mendoj unë, që ata nuk ishin më për te këtij afati për ta çuar kërkesën në gjykatë kushtetuese. Kështu që kjo ishte argumenti që unë kisha. Atja bëhet pyetje. Po, bëhet pyetje, po. Rezar, sa është orari i punës për këta gjyqtarët? Kur fillon dhe kur gjyqtari? Orari i gjyqtar. 8:04. 8:04. Sa gjyqe ke bërë në orën 8? Në orën 8 asnjë, po kam bërë në orën 5. Pasi ka filluar në orën 3:30. Po kam bërë, po tash tha. Ka bërë gjyq dhe në orën 5 gjykatë. Në gjykatën e posaçme ne kemi shkuar edhe në orën 23 gjyqi, por kjo është përjashtimi, nuk është rregulli. Nëse gjykata e posaçme ka numrin më të vogël të gjykata asnjë gjyqtar përveç zonjës Irena Gjoka
që unë kam bërë seanca gjyqësore në orën 8, asë një gjyqtar në Republikën e Shqipërisë nuk i ka Po janë filluar nga mirë doktore asaj? Ja, e shega përjashtimi nga rregull. Vetëm seanca gjyqësore puna gjyqtarit. Çoçoli, Kojnë ndjesë sepse... Çoçoli, do ta jap fjalën ty vetëm sa çkojmë një ndërprerje shkurtër të kujdestar. 2 vjet i keni gjykat në apelit. Unë jam një nga kritiket më të mëdha të gjyqtarëve për rritje vërtetës, por aty ku nuk kanë faj, nuk kemi çfarë të themi. Unë dhe nga këndvështrimi im nuk kam asnjë problem që ato të kenë paga të kënaqshme që të mos u shkojnë mund të bëjnë asgjë tjetër vetëm atë punë. Nuk kam as edhe një lloj problemi. Unë personalisht nuk kam asnjë problem dhe që ne duhet kuptojmë që gjyqtarët në çdo vend paguhen më shumë se sa sektorët e tjerë, edhe këtë duhet ta pranojmë. Pra, gjyqtarët edhe në Bashkimin Evropian, edhe në BE dhe në gjithë diskutimet që janë bërë, marrin një koeficient më të madh se sa punësi më i lartë ekzekutiv. Shumë e drejtë. Vetëm një gjë duhet të Erinda, që të bëjmë gjithë reformë, që turbulluam gjithë dynjan. Që të meruam gjithë të tonë. Qatë temë, kemi që nga 2014 e këtej, që unë mendoj çfarë do lloj krize edhe politike ka pasur në thelb debatin dhe betejën për ndryshimin e reformës drejtësi. Ta bëjmë dhe këtë vetingun e madh, të ndrojmë gjithë, ca t'i heqim, ca t'i çojmë burg, ati shkretit, ati shkretari gjykatës kushtetuese, ai ka dalë kriminali më i madh, ja ka marrë cop garsonierën në Durrës dhe ja kanë bërë legjendë, ka kaca gjykatës me 30 banjo diku anë nga periferia e Tiranës. Po hyj kësaj pune. Kupton? Dhe shputuan ata se po ikim. Se po ikim thënë ata. Po ndërkohë po i heton njëri. Po kështu e bën ligji. Jo, hetimin nuk është ligji që hetimi ndalon për ty kur të ikën nga vetingu. Hetimi vazhdon. Po ky është muhabet tjetër. Ca na janë fut, na ka përcyer nga balkoni, na u futën politikën tani na japin mend, me thënë vërtetën pastaj ky diskutimi jot është shumë i drejtë parim, ata meriton në parim gjykatëse prokurorët, por nga ana tjetër çfarë po bëjnë? Ktu pastaj mund të rrim dhe të flasim gjithë ditën dhe gjithë natën, po një gjë jemi dakord gjithë që ajo që ne pritëm nga kjo reformë drejtësi nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë. Dhe unë, nuk e di. Më fal, unë kam 8 vjet që e them, kam qenë një nga që në cilësinë time të mëparshme, pra si avokate e popullit, kam 8 vjet që e them që kjo reformë nuk do na sjellë një drejtësi më të mirë përpara 15 viteve. Nëse çdo gjë shkon mirë, kam thënë atëherë, mbas 15 viteve do ja dalim ta kuptojmë nëse kemi bërë vërtet mirë. Mirë është ta kuptojnë edhe këta gjykatësit atëherë që nuk mund të kërkojnë kaq para në momentin që nuk performojnë kaq mirë. Gjyqtarët janë duke punuar mirë. Unë nuk po them që gjyqtarët nuk janë duke punuar mirë. Janë të mbi ngarkuar në kushte tërësisht papërshtatshme, me një numër të jashtëzakonshëm dosjes, nëse ka njerëz të cilët, po të them, përpara se të fillonte procesi. A paguhen këta sot më mirë se ç'paguhet pjesa tjetër e popullsisë? Atëherë, unë mendoj që paguhen, jo të tërë paguhen më mirë. Në Këshilli Lart Gjyqësor, që është së bashku me gjyqtarët në këtë dhe ka mbështetur qëndrimin e gjyqtarëve, pra kreu i pushtetit tjetër, i pushtetit gjyqësor, qeverisja e gjyqësorit, ka në mënyrë specifike ka thënë, ka një anomali të paparë, gjyqtarët marrin më pak lek se administrata jonë. Për shkak të kësaj reformës që u bë, ka gjyqtarë që paguen më pak se punonjës të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këtë deklaratë dëgjova nga përfaqësuesja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në seancën gjyqësore. Unë dua vetëm t'ju them një gjë. Rroga më e vogël e një gjyqtari në gjykatë të shkallës parë, dhe kjo është masa më e madhe e gjyqtarëve, se në gjyqtarët i kemi të gjithë të rinj në shkallën të parë, pa me shumë pak eksperiencë, është 213.000 lek. Rroga më e vogël, a? Më e vogla. 213.000. Pra, kjo është rroga më e vogël. Rroga më e lartë e një gjyqtari në shkallë të parë, ne to flasim, është 268.000. Pra, kur ke bërë 25 vjet karrierë. Përsëri, nuk po flasim për paga. Këto paga janë edhe paga të cilat mund të kenë sekretar përgjithshëm dhe antar entesh të tjera, njerëz të tjerë plot nga këto paga. Diferenca midis gjyqtarëve të shkallës parë dhe gjyqtarëve të gjykatës së lartë nuk është shumë e madhe. Gjyqtarët e apelit në mesataren e tyre, edhe ata, se prandaj i kam nxjerrë shifrat dhe i kam në mënyrë specifike, gjyqtarët e apelit, qoftë civil, qoftë administrativ, maksimumi gjyqtari më i vjetër. Një pyetje me që jeni shumë saktë shifra. Ju thatë rroga më e ulët është 218. 213. Me shtesën që kërkohet nga padia, sa shkon rroga aty? Edhe 70.000 lekë më shumë. 280 të themi. 280.000 lekë. Dhe rroga më e lartë sa shkon?
Tani, edhe rroga të njëjtën shtesë kam. Le të themi Gjykatësi Suprem i Shqipërisë, sa i shkon rroga? Jo, edhe këtu kemi një problematik, sepse personi që paguhet më shumë është kryetari i gjykatës së apelit të posaçëm, të GKK-s, dhe jo kryetari i gjykatës lartë. Kryetari i gjykatës lartë Pra këta duan të referohen kryetarit të apelit GKK-s? Jo. Këta nuk duan të referohen, këta thonë se cili ka pagën e vetë, sepse apeli GKK-s ka për vështirësi të posaçme një element tjetër shtesë. Merr një shtesë sepse po merret me krimin organizuar dhe edhe sot, edhe gjyqtarët e shkallës parë dhe gjyqtarët e apelit të gjykatës së posaçme marrin më shumë lekë se anëtarët e gjykatës lartë. Kurse gjykata e lartë nuk merret me krimin organizuar, sepse këto vendimet e gjykatës së apelit shkojnë direkt edhe në gjykatën europiane. Po shkojnë, po edhe në gjykatën e lartë. Patjetër që shkojnë, po nuk kanë. Dhe ato referenca që më thatë janë të pasakta, sepse nëse do t'i referojmë Italisë, sapo e konfirmojmë, referenca ndërkombëtare. Mjekët në Itali paguhen është e vërtet. Ishte referenca shqiptare. Jo, unë thash, referenca gjyqtarët paguhen më shumë se sa punonësit e ekzekutivit. Në çdo vend të Evropës. Jo, kjo është e pavërtet. Në Itali është e vërtet që magjistratët paguhen 30% mbi pagën e mjekëve. Ndërkohë që në Francë dhe në Gjermani është krejt e kundërta. Mjekët specialistë paguen 20%. Mjekët nuk janë pjesë ekzekutivit më zotri. Kur them ekzekutivi, mjekët... Po falë pra, unë thash pjesë administrative. Mjekët specialistë në Gjermani dhe në Francë paguen 20%. Unë paguet stari sa paguet drejtorit e turisë ministrit. Dhe të lutem, dhe në gjykatën e shkallës parë në Francë, për shkak të disa lidhjeve, kryetari i gjykatës së shkallës parë, të shkallëve të para, gjyqtarët e paqit, paguet 35.000 euro në vit. Okej, kjo pastaj është çështja e moralit edhe përgjithësisht punës së. Publicitet dhe fjala për direkt për Çoçolin.